Festivali i filmit në konkurimin Amsterdam Express nga Fatmir Koçi. Pjesë e konkurimit zyrtar të kategorisë filmi i gjatë i karrierës është Amsterdam Express, filmi i regjisorit dhe skenaristit Fatmir Koçi, një histori që vendos përballë realitetit të migracionit, joshjen në qyteti evropian dhe çmimin që mund të ketë ëndra për një jetë më të mirë. Filmi ndjek bekimin Blerim Testani, një imigrant shqiptar 30 vjeçar që mbërrin në Amsterdam me synimin të përfituar shpejt para. Qyteti ofron mundësi, por dhe një botë ku premtimet për pasuri ndërthurë me trafikun e drogës, prostitucionit të rrjetave kriminale shqiptare. Në përpjekje për të siguruar qëndrimin për ndërtuar një jetë të re, Bekimi hyn edhe në një martesë fiktive me një vajzë holandeze, por pas kësaj historie që ndonon një tjetër lidhje shumë më e fortë, dashuria e tij për Martën, vajzën që ka lënë pas në Shqipëri. Rruga e Bekimit në Amsterdam shkon drejt një përfundimi të papritur. Ai kthehet në vendin e tij pa para që kishte ndërruar të fitonte, herët e fundit i shpenzoi për ndihmuar një vajzë të re që ndodhej në drejtarët e distriktit të dritave të kuqe. Fatmir Koçi është regjisor e skenarist shqiptar i diplomuar për aktrim dhe regji filmin në Tiranë, ndërsa studimit i ka vijuar edhe në Gjenevë. Një karrierë të shtrirë në film artistik dhe dokumentar, ka ndërtuar një filmografi. Filmat e tij janë prezantuar në festivale si në Venecia, Cannes, Rotterdam, Stamboll, Selanika, Atin, Montreal dhe Palm Springs, si dhe në programin New Directors, New Films në MoMA në Shtetet e Bashkuara në New York.